Luani, për të shpëtuar botën, duhet fillosh t'i shpëtosh njerëzit një nga një, thot shkrimtari i madh Charles Bukowski, i shenjës Luanit. Gjithë kusuri është ose romanticizëm, ose politik. Kështu e mbyll Charles Bukowski tanin e tij. Luan, burra groja qofsh, unë të ftoj që ti, gjatë javëve në vazhdim, këtë reflektim të Charles Bukowski ta mbash parasysh dhe të udhëhiqesh nga ky parim. Luan, burra groja qofsh, përktheje idealet e tua të mëdha në veprime praktike. Në vend që të flasësh për ato gjëra të mira që do të bësh, bëj seriozisht dhe bëj që është e mundur që çdo detaj i jetës tënde të përditshme të reflektojë, të pasqyroj vizionin tënd, të pasqyroj të vërtetën, të pasqyroj bukurinë, të pasqyroj dashurinë.